Atëherë të ndëruara media, gazetare dhe gazetar, mirë se po I gjejmë njëri tjetrin në këtë konferencë. Sapo përfundojmë mbledhja të bashkët me përfaqësuesit apo zyrtarët e partive politike të legislaturës së 11. Kjo ishte mbledhja përgatitore që rregulloria të vendit e parashikon para seancës konstitutive dhe qëllimi I saj ishte koordinimi I çështjeve organizative dhe çështjeve procedurale. Dua të them në fillim se për të gjitha shpirtat kishte pajtim të plotë dhe më lejoni që t'i falenderoj kryetarët apo përfaqësuesit e subjekteve politike për bashkëpunimin në çështjet të cilat I shqyrtuam. Dhe uroj që pas kësaj mbledhje që shkoj mirë e mbar, njësoj të vazhdoj kjo legislaturë. Më tetë korrekt, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve certifikoi rezultatet përfundimtare të ato zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit. Në bazë të këtyre, Kuvendi I Republikës së Kosovës në këtë legislaturë përbëhet nga 15 subjekte politike. Në përputhje me Konstitutën, seanca konstituire, pra siç e dini, do të mbahet në datën 6 kush në orën 10. Rendi I ditës I seancës konstituire sipas rregullores ka këto pika: formimi I komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe të mandateve, shqyrtimi I raportit të tij, vetimi I deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetares së Kuvendit dhe zgjedhja e kryetarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Seanca do të kryesohet nga deputeti më I vjetër në moshë, që është zoti Abuin Dehari, I ndihmuar nga deputeti Ameri, që është zonja Fatma Faqe. U pajtuam edhe për caktimin e ujëseve në sallën plenare, sipas numrit të mandateve dhe praktikës parlamentare, duke pasur parasysh vullnetin e shkreuar të subjekteve që përfaqësojnë po ashtu grupet parlamentare, pra deputetët e grupeve parlamentare dhe ata që vijnë nga Komiteti I Shoqërisë. Administrata e Kuvendit ka përfunduar përgatitjet për regjistrimin e deputetëve dhe siç e dini, regjistrimi I deputetëve do të ndodhë në 3 gusht. Për lëvizjen dhe vendosje, më 4 gusht për PDT-n dhe LDK-n dhe me 5 gusht aleanca dhe deputetët që përfaqësojnë Komunitetin e Shumicës në Republikën e Kosovës. Procedura është e njohur për gjithë, përgatitjet e Kuvendit kanë përfunduar dhe uroj që në gjatë kusht Kosova të arrijë të konstituojë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Puna që na pret është e madhe, sepse qytetarët në 7 qershor e thanë sërish, e thanë qartë se çka presin nga ne dhe se çfarë presin nga institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu më lejoni të ju njoftoj që më 11 dhe 12 gusht, dyert e Kuvendit do të hapen për bashkëdhetarët tanë. Të gjithë ata që këtë verë kanë ardhur në Kosovë mund të hyjnë në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të ulen në ujëset e deputetëve të Kuvendit, të shohin dhe të mësojnë nga afër për institucionin që I përfaqëson edhe ata. Ky Kuvend nuk është vetëm një atyre që jetojnë në Republikën e Kosovës, është I gjithë qytetarëve, qofshin ata në Republikën e Kosovës, qofshin ata jashtë saj. Prandaj ju lutem të mediave që të jeni ato ditë në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe që të njoftoni më gatën tonë që dyert e Kuvendit të Republikës së Kosovës në të jenë të hapura më 10, 11 dhe 12 gusht. Po e përmbyll fjalën time këtu dhe po pres pyetje nga ju. Drejtësi burim zariqe edhe televizionist të mirë. Fillimisht na thuaj nëse vendosja ka përcaktuar juve si kandidatë për Kuvendit, nëse keni votat edhe për konstituim, edhe për formimin e qeverisë dhe asynonin e të njëjtën ditë të thoni seancë edhe për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, a pritet marrëveshje këtyre ditëve me LDK të pashën? Së pari është lajm I mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje. Pra lajm I mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë
takimet, sepse siç e dini, ato janë censuruar deri në sqarim të situatës brenda LDK-s. Sigurisht nuk është në mandatin tim as në përgjegjësitë mia, sidomos jo në cilësinë që jam që të flas për atë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojnë, pra ato të thirren dhe të mbahen. Dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrijmë pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit. Pra shumë e rëndësishme që këto takime të vazhdojnë sa më parë. Sikur do të jetë kryetari apo kryetare të vendit, ende nuk është caktuar. Mund të më pyesësh për deklaratën e ministrit Lukta, sepse po e shoh që po dëshiron me adresu si pyetje shtesë. Unë respektoj fjalën e tij, por edhe ai ka tekstuar aty që ende nuk kemi vendosur se kur do të jetë propozimi jonë. Prandaj jam shumë e bindur që nëse jo gjatë këtyre ditëve, në prag të qashkushtit të dihet se kur do të jetë propozimi i vetëvendosjes, pra i takon vetëm lëvizjes vetëvendosit që të bëjë propozimin se kush do të jetë kryetari apo kryetaria e vendit.